Kryedemokrati Berisha e konsideroi 15 marsin protestë kundër censurës për mbylljen nga Edi Rama të TikTokut për ata që jetojnë në Shqipëri. TikToku është një mjet jashtëzakonisht tërheqës dhe komod për komunikimin, por akti i bllokimit të tij për faktin se me TikTok të rinjt po e kritikonin dhe po e përqeshnin Edi Ramën është një akt brutal. Ne protestojmë për të kundra censurës, mbasi kur një kryeministër nuk ka të drejtë të privojë qytetarët e vet nga një mjet komunikimi. Berisha paralajmëroi Ramën që të mos luajë me zgjedhjet e 11 majit sepse pasoja do të bien mbi të. Ati erdhi një paralajmërim shumë i fortë nga kryetari i Komitetit Kombëtar Republikan, zoti Krisla Sivita, i cili e paralajmëroi që të mos lost me zgjedhjet sepse pasoja do të bien mbi të. Patronazhistët duhet ta kenë të qartë se krimi elektoral do të jetë krimi më i ndëshkuar. Rama sipas kreut të opozitës e presi një sër procese gjyqësore në Shtetet e Bashkuara, ku më kryesore afera ish agentit të FBI-t, Charles McGonigal. Edi Rama po përgatitet që të mos ja marrë kush Partisë Socialiste, por të qëndrojë prap kryetari i Partisë Socialiste. Edi Ramën e presin seri procesesh ligjore në Shqipëri, por njeri është më e pror nga të gjithë të tjerët, është afera McGonigal. Kështu që mos u çudit që të kërkohet për ekstradim dhe unë ju jap ju fjalën se pa asnjë hezitim do të ekstradohet në Shtetet Bashkuara. Në listën e Partisë Demokratike, Berisha do të përfshijë edhe kandidatë të diasporës. Sigurisht që do ketë kandidatë të diasporës dhe të shqiptarëve jashtë vendi. Përpara komunikimit me ndjekësit në rrjetet sociale, kryetari demokrat Berisha zhvilloi një takim me gratë dhe vajzat mbështetëse të Partisë Demokratike. Ai garantoi ato për suksesin e çdo nëne dhe vajze në Shqipëri pas rikthimit në pushtet të demokratëve.